pse s'keni bo bashkëpunim me Don Gjonin? Vallaj, jo s'ka ne far arsye kur gjë, sen. Thjesht, e kena, na e dojmë atë dhe visjurojnë fatë dhe nuk du me idealit në hak. Kur e ka dhes dhe ju artë, na ka thonë qëtë në kontratin jam në shkruj qatë dëni. Apo? That's fact, bro. Nuk e hakun kërkojnë. Okej. Like, unë personalisht i këmë thonë, Jo se pas na di. jo. Më thonë, Vlashko, you made it, të prifte mora. Okej. I'm happy for you. So, nuk e di, dhe më thonë, qka a i përfaqësohet prej AVD-s, një kompani me cilë na kena shumë raportet mira dhe we love that. From the Nisën e kena shumë të mirë, është top guy. Për krejt. So, adin, nuk është që e kena vro menin ashta se e kuptaj, tash, adin, it makes sense. Se këtu të na në këtë botër e muzikës ka strategji, na s'kem strategji biznesore, edhe pse duhet me pas, po na e bujna shumë me ndjenjë këtë punë me muzikës, edhe Do ishte një ti shkon garantoj kombinim. Jo të garantoj që ti shkon Don Gjoni gjatë kohës kur i na kon ato e bu albumin në studiot e na të kish ardhur veç me pi një kafe i zhbon ai konga dhe po tripi është që na çashtu kur funksionar. punojmë funksionojmë që e bojna në sen del bëhet aty so nuk është arsyeja që është tendencioza në sen, për që ata dhe e përmena që element që njerëzit mos me dalë me pas një Respekt. prapavi negative për këto ato.